Po, me të drejtën, mbi 90% të nxënësve, sa kam informuar prej mësimësve, i kanë librat. Një kontingent i kemi pas ne të vjetra që ja kemi dhënë fëmijëve, një numër jashtëzakonisht të madh, që i kanë rikthyer se siç e dini ato do të ruhen 2 vite me udhëzim administrativ, por shumica e prindërve kanë zgjedhur që t'i blejnë treja, me subvencionime që u kanë bërë. Mund të them një 10 raste më shumë, që janë sa kam marrë prej koordinatorit informat që ende nuk i kanë dhënë mjetet për shkak të s'podina i problemit teknik eventual, por si të që tjetë edhe i kapitullt po mbyllet, po vjen deri përfundimit, me gjithë vështirësi që i ka pas gjatë procesit, por vrejmë që në raport me vitin e kaluar si vetë ka qenë procedurë pak më e lehtë dhe më shpejt, qoftë për prind që kanë aplikuar, qoftë procesi i ribursimit. Jo, s'mund të them, është një numër i caktuar që mungojnë disa tituj. Nëse s'ka pas në treg, nëse s'kan pranuar mi marrë nxënës të plotësuara, për shembull librat e Gjermanisë apo gjuhës angleze, por lanë të tjera 80%, 90% domethënë janë nxënës që i kanë dhe mbajnë orë. Tash 2-3 tituj mungojnë të një numër i caktuar, por relativisht domethënë shumica janë të furnizuar. Po besoj që deri në fund të muajit të kemi raport final se çdo gjë është e kompletuar. E thash, do të është pa vonë, është një muaj me punu pa libër, por si proces i ka ato mangësitë e veta, por megjithatë kemi arritur me dalë në koordinim me prind, edhe procesi i verifikimit ka shkuar mirë. Kjo është një rëndësi sepse nuk ka mundësi manipulimi, s'ka mundësi të aplikojë dikush për subvencion që s'është pjesë e shkollës. Kjo është e mirë në raport me vitin e kaluar që ka pas keq përdorime, që janë të gjetura të auditorit, si vetë është më ndryshe sepse stafi jonë ka verifikuar dhe nuk kanë hasë në një ka pas tentim, por menjëherë është anulluar dhe janë vazhduar procedura të tjera. Çështja e arritjes së fëmijëve nuk si takon shkollës të jap një deklaratë, me thënë drejtën, edhe unë si prind jam detyruar që me një kost ndoshta pa përballueshme me i siguru librat për 2 fëmijët e mi, por megjithatë ajo është shuma që është caktuar për ministrisë, ajo është vendimi, ne jemi kanë të obliguar ta respektojmë. Po, ka pas raste që na ku prind që shuma e dedikuar si ka mbulu librat tërësi, por beton vetë ka pas mundësi të marrën edhe të vjetra. Po më pak përdorur, por shumë disa ne kemi ende libra të vjetra në stok që si kanë marrë fëmijët kanë zgjedhur me pjetëja.